Shtëpia botuese Ymera i prezantohet sërish me një prurje të re në letërsi. Këtë herë botimet Ymeraj janë fokusuar tek jeta e vlehëve e shtrirë kjo gjatë periudhës së diktaturës. Ka qenë pikërisht autori Dimitraj Stefaj që mblodhi, qëmtoi dhe serviri materiale të cilat dëshmojnë qartë karvanin e vuajtjeve të këtij komuniteti. Ndërsa promovimi i librit në fjalë u zhvillua ditën e sotme në ambientet e bibliotekës publike. Leximi i këtij libri, të cilën e ka lënë në dorë zoti Stefa, më lan presat të përshtypshme njëkohësisht nga çmimi të shpirtit, duke më bërë të përjetoj emocione të forta, më impresionoi për mënyrën e shkrimit, renditjen e fakteve, si dhe për statistikën e nevojave njerëzore, dhe me materiale ato shpirtërore të komunitetit vlehëve të jugut. Autori që në titullin e librit ka përdorur një simbolik të fortë ku diktatura është ekuivalente me ferin, e të lënë të kuptohet se diktatura komuniste ka drejtë vendyrë, ishte një fer i papar dhe i papërshkuar. Vlehët në kohën e diktaturës e autorit Stefa sjell me detaje diktaturën me të gjithë tërësinë e vet, shtrirë në dy plane, në ato të përgjithshmen dhe në veçanti në ato që lidhej me jetën e vlehëve. Këta të fundit vinë në libër si individ të cilët ditën tu mbijetojnë elementëve të atij sistemi, duke u bërë kështu një shembull i mirë për popujt të cilët kërkojnë mirëqenie dhe liri. Ndërkohë, ajo që binte në sy në librin në fjalë ishte punimi me përgjegjësi të lartë, për sa i përket grafikës, kopertinës e gjithçka tjetër që ka lidhje me brendësinë e tij.